ndërtimet që ushtuan, sidomos pas 90, pas 90, ata prejnë në pjesën e poshtme duhet ishin trajtuar, që të ishin lumë. E kuptaj. Ai Drinosi, Shqipëria ndërtoi pa kriter, pa shumë. Pa kriter. Si do qefi. Më do qefi mua këtu e bëj. Dhe askush nuk u ndëshkuar për këtë. Po në qoftë se dikur ndërtohej si të donte qefi, çfarë ndodhte? Kishte shtetin dorë tëra. Po, ama kishte edhe institut. Kishin byro, por kishin institut. Dhe Prusisa ka pasur institut. Vendostin ata. Ta shqisjanë ato. Pse? Ato janë frenim. Aty është e koncentruar mendja. Pra, ne kemi hequr frenat, që t'jemi të qartë. Pse jemi në këtë ditë? Shtetit i hoqëm frenat. Thënë me dy fjalë. Për të kuptuar, a do rregullohet, apo do qëndrojmë këtu? Duhet ta dim çfarë bëm së pari. I hoqëm shtetit institutet. Në këtë mënyrë i hoqëm dhe frenat.